Procesi i provimeve të shtetit në Shqipëri pritet të hyjë në një fazë të re digitalizimi pas vendimit të qeverisë për krijimin e një baze të centralizuar shtetërore të dhënave që do të menaxhojnë të gjithë ciklin e provimeve nga aplikimi deri tek marrja e licencës profesionale. Sistemi i ri që do të administrohet nga Qendra e Shërbimeve Arsimore synon të reduktojë procedurat manuale dhe të shmang vonesat apo gabimet që kanë shoqëruar deri tani procesin. Për herë të parë, të gjithë të dhënat që lidhen me kandidatët, testet dhe rezultatet do të ruhen në një platformë të vetme. Kjo do të thotë se kandidatët nuk do të kenë më nevojë të dorëzojnë dokumente në disa institucione. Të dhënat personale si identiteti, statusi civil apo informacionet e studimit do të merren automatikisht nga sistemet ekzistuese shtetërore si Regjistri i Gjendjes Civile, Sistemi i Arsimit të Lartë apo portali e-Albania. Në praktikë, kjo pritet të shkurtojë kohën e aplikimit dhe të ulë burokracitë dhe të minimizojë gabimet në verifikimin e dokumentacionit. Nga ana tjetër, sistemi i ri do të mundësojë një menaxhim më të kontrolluar të procesit të provimeve. Fondet e pyetjeve, testet dhe përgjigjet e kandidatëve do të administrohen në mënyrë të centralizuar dhe të gjurmueshme, duke rritur transparencën dhe duke kufizuar ndërhyrjet apo abuzimet e mundshme. Një tjetër element i rëndësishëm është integrimi me institucionet e tjera, përfshi ato që lëshojnë licencat për profesionet e rregulluara. Kjo do të thotë se rezultati i provimit dhe procesi i licencimit do të lidhen drejt për drejt pa pasur nevojë për procedura shtesë nga ana e kandidatëve. Vendimi parashikon që informacioni personal të ruhet vetëm për aq kohë sa është i nevojshëm dhe të mbrohet përmes masave teknike dhe organizative për të garantuar konfidencialitetin e sistemit.